Në kuadër të 5 majit, ditës së dëshmorëve datë dheut, u zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve të Kuçit. Në ceremoninë zyrtare përkujtimore, homazhe kreu edhe Damian Gjiknuri. Pjesëmarrësit vendosën kurora dhe buqeta me lule në nderim të dëshmorëve që dhanë jetën për çlirimin si dhe mbrojtjen e Shqipërisë. Në fjalën e tij gjatë homazheve, Gjiknuri pohoi se në këtë monument që përkujton sakrificat e brezave të mëparshëm, ne mblidhemi sot e do të mblidhemi gjithmonë sa të jemi gjallë për të mos harruar një nga momentet kyçe të historisë e mbi të gjitha gjakun e të parëve që bën këtë Shqipëri që është sot. Le të përfitojmë nga rasti që të kujtojmë të rënët, tha Gjiknuri. Në këtë monument që përkujton sakrificat e brezave të mëparshëm, ne mblidhemi sot dhe do të mblidhemi gjithmonë sa të jemi gjallë, pse jo dhe brezat tanë pasardhës, për të mos harruar një nga momentet kyçe të historisë dhe mbi të gjitha gjakun e të parëve që bën dhe këtë Shqipëri që është sot. Kështu që le të përfitojmë nga rasti, të kujtojmë të rënët dhe të urojmë gjithë të mirat popullit shqiptar dhe fshatit tuaj, një fshat patriotik dhe një fshat që ka dhënë aq shumë për çlirimin e vendit dhe për luftën antifashiste nacionale shqiptare, por gjithmonë histori. Kështu që t'i kujtojmë për herë të rënët paraardhësit tanë. Gëzuar. 5 maj kujtohet çdo vit në varrezat e Kuçit si dita e sakrificës dhe heroizmit të atyre që dhanë jetën në emër të idealeve kombëtare.